kartat e gazetës nacionale. Ju përmend normalisht që keni kriju një grup në WhatsApp, nëse këto janë konsideruar dhe janë tema sekrete, si është e mundur të bisedohet për këto tema në WhatsApp, e përmenda edhe njërin prej njerëzve që janë të përfshirë është Ridvan Muharremi. Në çfarë drejtë ka pas çasti Ridvani këto tema sekrete? Me çfarë të drejtë ka pas? Çasti në këtë bisede. Dy pyetje të përgjigjem. Okej, faleminderit. Para se të kryojmë komunikime me operatorët ekonomik, mas pari Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka konsultuar një institucion përkatës për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, në këtë rast AKI. Dhe në bazë të konsultimeve dhe rekomandimeve nga AKI, kanë fillu dy procese. Një proces ka qenë nga AKI, rekomandimi AKI-s që gjithashtu situata shumë urgjente të shkoni në procedurë të shpejt me udhëzimet që i ka dhënë AKI. Janë udhëzime sekrete këto që nuk mund t'i tregoj. Pastaj të filloni në procedurën me afatgjatë që duhet konsolidohet pra të pajisen edhe ata zyrtarë të Departamentit të Rezervës Shtetërore që nuk kanë certifikat sigurie të pajisen në kohën 6 muajsh, sepse duhet një verifikim, duhet një plotësim i pyetësorit të sigurisë nga AKI, duhen shumë procese për të verifikuar dhe për të pajisur me certifikat sigurie një zyrtar. Pra, kanë qenë dy proceset të ndara. Asë një operator ekonomik që ka pasur kontakte, komunikime, negocime me Komisionin e Ministrisë për blerjen e rezervave shtetërore, nuk ka guxuar të kryoj as grup WhatsApp, qoftë asone apo ata, pa nënshkruar dokumentet që janë kërkuar sipas udhëzimeve të AKI-s. Pra, jemi sipas udhëzimeve të AKI për të mbrojtur dhe ruajtur sekretin shtetëror, janë plotësuar dokumentet, janë nënshkruar dokumentet nga këta operator dhe nuk është vetëm një për të cilin ju po aludoni. Janë shumë, janë 10. Janë shumë kontrata të klasifikuara sekret. Pra, tregova që 30 fish më shumë është rritë rezerva shtetërore e madrave, kur s'ka qenë konsoliduar rezerva e shtetit.